Një tendër i zhvilluar nga Bashkia e Kamës, e drejtuar nga kryetari Rakip Suli, ka ngritur dyshime të forta për paracaktimin e fituesit dhe abuzim me fondet publike. Bëhet fjalë për ndërtimin e fushës së sportit në Valias, si dhe ndërtimin e një godine bashkë me shkallët përkatëse. Ky projekt, me një fond limit prej 221.499.000 lekësh të reja pa TVSH, ose rreth 2.6 milion euro me TVSH, përfundoi duke u dhënë për një vlerë prej 204.997.000 lekë të reja pa TVSH, ose gati 2.5 milion euro me TVSH. Kjo do të thotë se shuma e fituar përfaqëson sa 92.55% të fondit limit, një diferencë minimale që lë hapësirë për dyshime mbi procesin e përzgjedhjes së fituesit. Tenderin e fitoi një grup kompanish mes të cilave Shendeli në pronësi të Yzedin Bozhaj, Asi 2AKO në pronësi të Andrea dhe Astrid Gjikondaj dhe Zdrava, ku ortak figurojnë Faik Sinanaj, Kastriot Sinanaj, Ylli Zdrava, Arben Zdrava dhe Dashnor Sinanaj. Megjithëse në tender morën pjesë gjithsej 6 kompani, 2 prej tyre nuk paraqitën asnjë ofertë ekonomike, ndonëse se ishin regjistruar si pjesëmarrëse. Më e habitshmja është se një kompani tjetër ofroi një shumë mbi 500.000 euro më pak se fituesi, por pavarësisht kësaj nuk u mor fare në konsiderat. Ky fakt ngre dyshime të forta mbi mënyrën se si është zhvilluar tenderi dhe mbi mundësinë që fituesi ka qenë i paracaktuar që në fillim. Praktika e pjesëmarrjes formale të disa kompanive ose skualifikimi një konkurrenti që ka ofruar një vlerë më të ulët është një skemë e njohur në rastet kur tenderët nuk zhvillohen në mënyrë të ndershme dhe transparente. Në këtë rast, Bashkia ka vendosur të mos zgjedhë ofertën më të leverdishme për fondet publike, por të favorizojë një grup të caktuar operatorësh ekonomik. Kjo jo vetëm që dëmton konkurrencën dhe parimin e barazisë mes kompanive që marrin pjesë në prokurimet publike, por gjithashtu ngre dyshime të mëdha mbi favorizime të palishme dhe shpërdorim të fondeve të qytetarëve. Ndërkohë, ky nuk është rasti i parë ku tenderet e zhvilluar nga Bashkia e Kamës ngren dyshime për parregullsi, transparenca dhe drejtësia në prokurimet publike mbetet një problem serioz, ndërsa raste të tilla vazhdojnë të përsëriten pa një hetim të plotë nga institucionet përgjegjëse.